njëherë paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq, anë mban botës, uroj të jeni mirë. Paqja e Zotit qoftë mbi ju, selamet dhe përshëndetje qofshin përmbi profetin Muhammed, familjen e tij të ndershme, familjen e tij të bekuar, të pastur dhe gjithë shokët e profetit që janë të zgjedhur tek Allahu, tek profeti Muhammed. Falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e lartësuar, që na ka mundësuar edhe këtë ditë të kemi të frymojmë dhe të punojmë, edhe të kalojmë edhe një ditë të jetës sonë, e cila ditë më kur nuk do të kthehet në jetën tonë. Prandaj edhe çdo frymarrje është hap ka vdekja. Nëse sot i ke pas 40 vjet, nesër i ki 41 veç je duke hecë në për atë rrugë. Prandaj gjithmonë duhet të mundohemi që sa më shumë të punojmë në këtë botë, s'kinse gjithmonë kemi me jetu. Pra të punojmë edhe për familjet, edhe për gruan, edhe gruaja për burrin, edhe për fëmijët tonë, edhe për shoqëriun, edhe për komshiun, por mbi të gjitha të punojmë për veten. Nëse ne nuk jemi të shëndetshëm, nëse ne nuk e ndiejmë kënaqësinë, lumturinë, as të tjerët nuk do të kënaqen me neve. Prandaj, mos shikoni t'i arrini lumturinë me shumë ambicie sepse do të dëshpëroheni. Prandaj, mos shikoni lumturinë pas 10 viteve, por shikoni cilat janë ato lumturi që sot për sot të bëjmë të lumtur, që sot për sot ti me një sadaka, me një lëmosh, me një fjalë të bukur, me një fjalë të mirë, e ke shëru një zemër, e ja ke fshi lotin dikujt, Zoti mos e boft me i dhru dikan, sepse edhe Zoti i dhrohet kur ne fëmijët, ne krijesat e tij jemi të hidhruara me zveti. Prandaj, sikurse një nanë kur e ka 2 djeme tek 2-3 vajza, edhe njëri prej djemve e shikon shumë nanën, kujdeset për nanën, por nuk është i kujdesshëm për vëllezërit dhe motrat e tij, me siguri se ajo nanë nuk do të ishte e kënaqur. Prandaj të nderuar miq, para së gjithash ne kemi një vijë, e cila është vija horizontale. Kjo është shumë e rëndësishme për neve në këtë botë, që të mund ta krijojmë atë vijen vertikale. Unë edhe Zoti. Unë edhe Zoti është shumë kollaj. Nuk e ke falë namazin, inshallah e falë me kaza. Nuk ke bo një punë të mirë sot, nesër inshallah falë. Ke gabu diçka me veten, falë o Zot, ta falë. Por amam, nëse në vijen horizontale, kjo, si me thënë kë, relacionet tona me njerëzit, horizontale, pra unë edhe ti edhe ai, ata edhe unë, nëse ne nuk jemi mirë me zveti, Zoti është shumë i drejtë, qëse unë ty ta kam bani të keqe, edhe nuk të kam kërku halal, une nëse fali sot tash një namaz, një falje, edhe pastaj i tham o Zot lutëm falë se e fendova Iqbalën ose filanën fistekën, a thua kishte me falë Zoti? Kurse si jo, sepse Zoti është adel, që do me thonë i drejt. Pra, Zoti është i drejt, edhe ai e donë drejtsin. Edhe ai na kishte thonë, kishte me na thonë, jo Iqbal, shko një herë kërkoje halalin për ati personi që e ke lëndu, që e ke ofendu, apo çka si ke thonë, e pastaj, pasi ta kërkon halalin, atëherë ja te une kërko falje. Shikoni çka është drejtësia e Zotit. Prandaj të nderuar miq, këto ishin disa si hyrje, sepse sot e s'kemi tematik të veçantë, por kemi disa pyetje sepse në zyrën time konsulta IBH, e cila është aktive, është duke vepruar, edhe falenderoj Zotin që po mund t'i këshillojmë njerëzit me seansat tona këshilluese, dhe kemi arrit që t'i nxjerrim disa probleme të cilat
po shkaktojnë shkurërzime për shumë pak mos pajtime, mos kuptime e të tjera. Prandaj, një prej problemeve është se tradhtia e burrave ndaj grave. Pastaj probleme tjera janë sepse vajzat, ishte një rast, unë jam 30 vjeçare, dhe tha jam dashuruar me një burr i cili ka qenë i martuar, i ka edhe 2 fëmijë, mirë po nuk po kam guxim, unë mos jam shkaktare për atë martesë, për atë divorc, shkurërzim. Prandaj sot do ta shtjellojmë, edhe e nderuara është këtu në mesin ton, sepse ka premtuar që do të jem këtu edhe do ta japim. Unë me qëllim nuk ja dash përgjigjen direkt, sepse po merr shumë kohë, edhe ajo s'kishte kohë me ardhë në seans, prandaj do ta tregojmë këtu një përgjigje për të gjithë. Vajza është 30 vjeçare, burri është ai dashuri i saj është 35-6 vjeçar, gruaja e tij është ndarë me sheriat, me hoxh, si themen, me burrni, mirë po ende tash kur ka kuptuar se burri i saj është dashuru me një grua tjetër, ajo tani po i bën problem për shkurërzim, për divorc, as nuk po don zoja me ja lishu vendin kësaj tjetrës, as nuk po don pra me e tërheq divorcin. Kështu që unë simbas mësimeve tona nga syneti i profetit Muhammed, nga jeta e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë dhe familjen e tij, si dhe nga psikologjia islame, unë këtë zonjën 30 vjeçare, e cila nuk ka qenë martuar, por nuk ka qenë martuar, mirë po ka frikë se mos po i ndodh diçka me burrinash. Numër 1. Burri i asaj zonje veç është në ndarje të procedurës 7-8 muaj më shumë, kështu që burri i saj, siç e kam pyetur sipas fjalëve, pyetjeve të mia që ja kam bë, burri i saj i arshëm, pra, ky personi që don më martu me gruan e dytë, ai tha e kam lut disa herë, edhe nuk u ka kthy, tash përgjigjja ime është duhet për herë të fundit me i tregu një realitet se unë dua të martohem, pa marrë parasysh ajo a e kryen punën e divorcit përmes gjykatës, apo nuk e kryen. Nuk ka nevojë kjo gruaja e dytë me njëherë me hinë kunor të shtetit, se është obligative ajo, po gjithmonë 1 vjet, 2 vjet, ka zonja ka 7-8 vjet nuk e kanë bë kunorën e shtetit, por për këtë vajzën 30 vjeçare, që e cila është e dashuruar dhe më ka treguar shumë fjalë të mira për atë zotnin që është 37 vjeçar i martuar me 2 fëmijë, me kushte shumë të mira. Prandaj, unë i kam thonë, edhe kjo është këshilla ime, që pasi ajo zonja nuk ka të drejten me islam, me e kushtëzu që kjo mos mu martu, mashkulli mos mu martu me këtë zonjën 30 vjeçare, por çka duhet të mirën hapat. Njëherë, duhet me qenë shumë i sinqert nga ish gruaja e tij. Nëse madje, nëse veç e don gruan e parë, se ka raste shumë, të unë për shembull që kanë ardhur, disa raste, pasi është ndarë, gati në procedurë gjyqësore, gati kanë qenë prej ndarjes, unë elhamdulillah me këshillat që i kam dhënë, tash ata janë bashkuar, madje edhe gruaja është atzon. Prandaj, për me pas zonjush 30 vjeçarja, për me pas ndërgjegjen e pastër, për me pas ndërgjegjen e pastër, ti duhet njëherë burri yt i arshëm, ai djali që e don, duhet jo me marrë leje, se tashmë nuk mirët leje, se ajo është veç e shkurorzuar,
por ka të drejtë me kthy gruan 2 herë. Tretën herë, nëse mashkulli shkurorzohet 1 herë, 2 herë, tretën herë, pastaj nuk guxon me ju kthy gruaja për tretën herë. Po, nëse 1 herë është nda, edhe e kanë pa veten që kur janë të vetmuar, nuk janë me njëri tjetrin, e kanë pa mungesën. Edhe është shumë sevap nëse mirën vesh edhe bashkohen prapë. 2 herë. Tretën herë me shariat, me islam, nuk guxon femra me u kthy gruaja e parë, apo ish gruaja, nuk guxon me u kthy në martesë, këto janë ajete kuranore, por ajo mundet mu martu tjetër kund, por jo me niyetin që mu martu në tjetër kund, pastaj prap me u kthy këtij ish burrit. Kjo nuk bëhet me niyet, sepse Zoti thot kam ju dënu, kam ju përgëzu, mvaret innemel a'malu binnije. Mvaret çfarë niyeti keni. Kështu që burri i juaj i jashtëm, zonja 30 vjeçare, ai duhet mu marrë vesh me gruan e vet, nëse ati ende i flen zemra te gruaja e parë, ti nuk duhet të jesh shkaktare për mos bashkimin e asaj familje, por edhe për ndërgjegjen tënde të pastër, edhe t'jesh e sigurt se Zoti ty ka me të shpërbly shumë më të mirë, ka me ta dërgu një burr, një familje ki me vo, se sa që keme shku të ky i dashuruar i 37 vjeçar, burri yt i jashtëm, mirë po numër 1 duhet ti burri yt i jashtëm, pra ai djali që e don, ai burri që e don, pra duhet mirët vesh me gruan e tij. Nëse gruaja ti as nuk don me u kthy, po atëherë ajo nuk ka më kompetenca për mi ish burrin e saj. Por, paraprakisht, prapë unë po flas me islam, zonjë e nderuar, zonjush e nderuar, unë nuk të njoh ty sa je besimtare, nuk e njoh edhe atë personin sa është besimtar. Mirë po, si mas fesë islame, edhe ligjet e na e pranojnë marrëveshjen. Çfarë do lloj marrëveshje që bëjmë, ne ligjet këtu në Kosovë e pranojnë. Por unë po them, si mas fesë islame, burri e ka obligim, fëmijët nuk janë të gruas, po fëmijët janë të burrit. Përveç fëmija i cili është deri në moshën 2 vjeçare, që nana e ka në gjë. Mirë po, fëmijët rrinë të baba pra rrinë, por nana, si mas marrëveshjes, nana është ajo që e cila mundet me ardhë, me i marrë fëmijët 1 herë në javë, 2 herë në muaj, varësisht prej mundësisë, se asaj nuk guxon burri i saj, pra ish burri i saj, me ja ndalu fëmijët, sikurse që nuk guxon as gruaja e saj me ja ndalu bashkëshortit, ish burrit saj, fëmijët, pra vizitën e fëmijëve. Mirë po, konventat ndërkombëtare, ligjet moderne, mbi zonjat kanë lishu peshë ende më të rëndë mbi supet e tyre, për arsye se këtu zonjat nuk kur ndahen nga dhenëshuria, jo nga mençuria, i marrin fëmijët me veti, vajzat, djemt, i marrin me veti se është zemra e nënës, edhe pastaj ato fëmija i tyre i rritet e tjera, mirë po gruaja e dytë është shumë vështirë, gruaja e cila është e shkurorzuar për atë burrit është shumë vështirë për me gjetë një fat tjetër. Kështu që feja islame ka mendu, nëse fëmijët shkojnë te baba i vet që i takon, sepse aty kanë me marrë hisen, atëherë nana është më e lirë për me u martu me tjetër vend. Por fëmijët janë të saj. Siç ka drejt burri 1 herë në javë, edhe ajo mundet me pas qatë drejt 1 herë në javë. Po këtu për shkak mos njohjes së rregullave hyjnore që ato ta lehtësojnë jetën tënde, kemi na shumë raste ku nanat plakën
madje edhe gabojnë në moral, nënat e shkurorzuara gabojnë në moral, për arsye se ato bëhen kujdestare të fëmijëve, pa marrë parasysh se marrin aligmacionin e tjera prej prinderve, prej prindit bab, por nga e kundërta prap gjinja mashkullore fiton, sepse fëmijët i rritën në kujdesin e nënës, knena mashkulli ma kollaj e gjen gruan tjetër, ma kollaj martohet, sepse nëse ti, pëtash zonja 30 vjeçare që je, ti nëse burri yt kërkon me i marr fëmijët e gruas tënde, gruas parë, falni, atëherë ti duhet mu përgatit edhe për këtë çështje. Pra ti nuk guxon me shti armiqësi apo me i dhënë kusht burrit tënd të ardhshëm. Besoj se kam qenë e qartë për këto, prandaj ti vendos edhe tregoje atij zotërisë, ka rënë edhe zotëria është duke na shikuar, paraprakisht le të merr hapa që ndoshta i ka marrë diçka nga dashuria e parë, për hatër të fëmijëve, jo, se nuk qohet jeta me hatër, sepse ka ngrejt një herë dorë, ai gjithmonë ka me ngrejt dorë. Derisa të rriten fëmijët, i bëhen të mëdhenj, edhe javës dorën, dhunën pra. Prandaj, ai zonja, duhet me mendu mirë, apo don me u kthy edhe një herë, ka të drejtë, 2 herë ka të drejtë, me Kur'an nuk gabon hiç asnjë gjëna. Për shkak ndoshta ai ka ra pishmanit, nëse ajo zonja e dytë pranon mu kthy, atëherë ti e nderuara zonjush nuk guxon me ndërhy në këtë martesë. Nëse ajo nuk pranon me u kthy, atëherë ti ndërgjegjen e ki shumë të pastër, por ki me pas kujdes me fëmijët e burrit, a i merr në shtëpi me ty, a i lën te gruaja vet, e parë ish gruaja, ti duhet mu sjell me fëmijët e saj, e burrit tënd, një lloj si me fëmijët tuaj. Që kur ta qet kokën te gjoksi jot, a i me ndi që ty t'ka si nan. Te prehri yt, me të ndi që ty t'ka si nan. Atëherë ty Zoti ka me t'gëzu me gjitha të mirat e dynjas, edhe një këshill ta kisha dhënë, me marr Kur'anin, edhe me qit dorën, ai mashkulli, me u betu para Zotit, edhe me tregu çfarë ka pas problemet me gruan e parë. Jo për me jam shel gojen, apo për me ofendu, apo diçka tjetër, jo. Duhet me qit dorën çfarë probleme ka pas me gruan e parë, ndoshta edhe ti kemi pas të njëjtat probleme. Por të këshilloj, e nderuara zonjush, dy gjana në martesë nuk durohen. Vetëm 2 gjana. Njëra është dhuna, qoftë psiqike, qoftë fizike, dhuna është dhunë. Madje psiqike është hala ma e keqe, si dhe kurvëria. Por, të dyja duhet mu falë. Sa herë? Vetëm një herë. Ti ki mja falë, edhe ki me mshel goje. Edhe gruaja, nëse bën amoralitet, jo me shku me vra, zotni, e me shku në burg, e me myt veten, e me myt gruan, e tjera. Neve, Zoti na ka kriju, edhe vetëm ai na merr shpirtin. A problemet, s'ka probleme pas zgjedhje. Prandaj, nëse ai burri yt i arshëm i ka pas që të 2 gjana, ai duhet me t'i tregu drejtat duke u betu Kur'anin.
me qitë dorën Kur'an. Sa është besimtar, sa s'është besimtar, ty Zoti ka me të udhëzu. Pra, këtë është puna e parë, pra me pyet që si ka pas situatën, kurvëria gjithashtu nuk falet, por ki me fal një herë, edhe keme mshel gojën, mos me marrë kretë, se në qose ti lomotitish, a edhe ma shumë ka me shku, me bë kurvëri, e pastaj në martes, Zoti ka thënë, martoni lavirin me laviren, të ndershmen me të ndershmin, pa ndershmen me të pa ndershmin. E ti, unë me burrin tim, kur jemi martu, kemi qenë të dy të ndershëm, me po tash, burri jot po kalon nga nderi në kurvëri, atëherë ti nuk i takon nderi tënd me nejt me një burr i cili është lavir. Këtë e thot Kurani. Madje, shikoni çfarë dënimi të madh kanë te Zoti, thot një grua e cila e tradhton shtratin e burrit, ajo grua, thot, ka me qenë e mallkuar dhe e dënuar më së ziu që mundet. Edhe ka me vdek me një vdekje të turpshme. Nuk po bohen vrasjet, mbytjet, shkurorzimet për çështje ekonomike. Këto janë gënjeshtra. Se kur duhen dy njerëz, kur nuk e tradhtojnë njëri tjetrin, që aty me një pjatë madje hajnë të dytë së bashku. Kur nuk duhen e tradhtojnë njëri tjetrin, edhe pjatat e dukatit me i pas, edhe lugat e dukatit me i pas, ata nuk janë të kënaqur. Prandaj, nëse burri ju tradhton, apo gruaja ju tradhton, ajeti kuranor thot, burrave, nëse vetëm ju jeni i spat, se në shtetin islam është ndryshe, qose 4 persona e shohin si kofa nuji kur të hinë bunar, qose e shohin qatë gjendje, atëherë ajo e ka emrin lavire. Ndërkaq, njeri mundet me gabu, njeri mundet ndoshta vetëm mesazhe me shkrujt, provokative, nuk është ajo lavire. Ose njeri mundet ndoshta vetëm me fol, ose njeri mundet ndoshta veç me puth, ka gabu. Edhe e ke kuptu ti si burr, ose madje ke gjetë në marrëdhënie me një person tjetër, ama vetëm ti si burr e ke pa. Nuk duhet me shku me myt o zotni, se ti hala ma shumë e ke ranu vetin, se ndoshta ajo grua mbrome ka bo atë punën e keqe, haram, zina, kurvëri, nesër mëngjes s'ka mund ndoshta ty me të pa në sy, edhe i ka ra pishmanit. E ndoshta qose ajo mbrome ka bo, e ti mas disa ditve, po e myt, apo po e raf, apo po e shkurërzon, ajo ndoshta para se me myt, ajo ka kërku pendim Zotit. Prandaj, ne nuk kemi të drejtë me gjyku as Ikbalin, as filanin, as Fistekin, se ndoshta unë mundi me bo një mëkat sot, po kur tham unë o Zot, lutëm ma fal, o Zot, lutëm ma fal, Zoti e fal, se unë kom gabu veç me trupin tim, por e kom lëndu edhe dikon tjetër, po nëse ai nuk ka kuptu, Zoti ka me ta fal, por nëse burrit ka kuptu, burrave Zoti i thot, nëse nuk mundeni me duru, shkurorzojeni, mbylleni gojen, se ndoshta ju u ka pendu, shpike, s'po pajtohemi e tjera, mbylleni gojen, a nëse e majeni me ndëshmëri, prap, mbylleni gojen, edhe faljani. A i burre ka gjenitin qef, ama jo ti a ke fal edhe ta shësjel si robnesh. Jo, madje ajo grue, nëse ti a fal, ajo ka me dash ty 100 herë ma shumë, jeni të sigur. Edhe ti zon, qëse burri tënd ja fal, edhe mshel gojen, nuk e bën të madhe te familja ati e tjera, ai burr ka me dash ty ma shumë. Prandaj, kjo është e dyta. Pra, betimi në Kuran, marrveshja, për çka u ndahet tjera te. E dyta, keme dhënë një sadaka,
edhe ki me falë namaz nafile. 2 rekat është. Qëse nuk din ti me falë, i thu naj kujve që din me falë për ty, naj grue që është e devotshme. Po mirë është edhe ti me falë në mënyrën tënde, u mësu pak prej videove, s'ka det, a i lidh durt këtu, a kështu, a i len të poshtë, nuk ka problem. Pejgamberit gjitha mënyrat i ka bo, mësu infektoni për këtyre gjanave, edhe i falë 2 rekat nafile namaz për me dhon istihare, falë. Istihare është për me të dhon një ndryqim, për me të dhon një rrugdalje, për me të dhon një zgjedhje, çka me bo? A mu feju, a mos mu feju, a mu martu, a mos mu martu. Por, në istihare, të vini sharetet. Nëse sheh bardh, e sheh një bardhësi, e sheh një person me teshat bardha, është pozitive. Vazhdoje për hajrë qofta e martesa. Hiq mos u brengos. Por me kujdes me fëmijët, me burrin e tjerë. Qose del gjelbërt, ka me të bo murat, jo që është mirë mu martu me atë person, po plus gjelbrimi është gjallni. Ka me të bo murat, ki mu gjallnu, ki mu përtri si vajzë. Nuk është problema, është i martu, ma ka 2 fëmijë. Hiq ato nuk lujnë rol kur është njeri. Edhe pse, kur shkurërzohen, një burë e një grua nuk bëhet fajtor veç njëra. Po të dytë janë fajtor, pse s'kan ditë me majtë një martes. Të dytë e kanë një minus para partnerve të ardhshëm. Ajo t'jeni të sigur, se një grua, një burë që s'mundet me rujt një martes, faktikisht ka diçka aty. Prandaj, të dytë janë me minusa, po falë Zotit të dytë janë me pendime, prandaj thash një herë ta pyetje, ta pastron mirë punën me gruan e parë, pastaj me ty. Nëse sheh kuq edhe zi, të dyjat ëndra janë negative. Qose sheh për shembull ndaj gjak, ose tu ka prej dora, po del diçka e kuqe, ose diçka e zezë, ke vesh diçka, ose qielli zi, ose diçka, kuq edhe zi, nëse del, ëndra është negative. Domethënë kjo puna istihare që po e bën për me dhën orientim Zoti, kjo puna nuk ban me u bë. Kjo është i sharet. Qose del vetëm bardh edhe gjelbërt, të dyjat për hajt qofshin. Ka që ishte për këtë pyetje. Tjetra